Mirë, është momenti ti përgjigjemi pyetjeve të publikut. Me ne në studio sot, Meri Gjini. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Si e një? Si e ti njëherë? Unë jam mirë. Si ka nisur dita? Në fakt, si që ka nisur e imi, do nisi për të gjithë. Vim disi pak më të lehtësuar. Humori do të vi duke rregulluar. Dita e sotme dhe dita e nesërme është mjaftueshëm produktive. Ka një ngërç, do të thosha, ose do një që kujdes dita e shtunë, sidomos në lëvizje dhe në diskutimin të nacionet e larta, sepse është momenti i fundit kur do të kemi 4 këndëshin e Marsit me diellin, po dhe Plutoni përballë, ndërsa të dielën lirohet totalisht dielli dhe futemi në një ritëm shumë të përshpejtuar, shumë argëtues, shumë të mirë dhe shumë me dashuri. Dhe në fakt, ngjyrosja ditës së nesërme, duke qenë që do të jetë hëna Saturni dhe Venusi bashkë tek Peshqit, do bëj të mundur që pothuajse të gjithë të ketë një tendencë të fortë për të nxjerrë më të mirën nga vetja, dhe duke i dhënë prioritet dashurisë, ngjyrave të bukura, argëtimit, lëvizjes, takimeve. Pra, është një 4 ditësh i cili do të ketë mundësi për produktivitet mjaftueshëm, aq sa për të mbyllur javën, do të ketë mundësira shumë të mira për emocione të forta, po do të ketë edhe zhurmat e lajmeve dhe informacioneve, sepse vazhdojmë, sapo kemi nisur në fakt, atë periudhë sapo kemi nisur, ka nisur zyrtarisht që në mesin e nëntorit vjet, por kemi nisur atë periudhën në të cilën do të duhet që t'jemi disi më me këmbët në tokë. Por që gjithsesi, hëna tek mbi Venus dhe mbi Saturn bën të mundur që të paktën çështje që përkasin dashurisë, familjes, shtëpisë, kornizimit të raporteve dhe raporteve familjare në përgjithësi do të jenë më të konsoliduara. Me energjinë do të jemi disi më mirë nga e diela, sepse si javë nisi që në fakt ka nisur që në të premten e javës që kaloi që të kishte një ndjesi si pa fuqi ose pa energji individi, dhe sidomos në rënje të diellit, pra pas orës 12. Do të ndryshoj totalisht kjo gjë. Sa më shumë afrohemi të dielës, aq më energjik dhe aq më optimist do të jemi dhe me përveç se humorit, po dhe me ritëm më të përshpejtuar, ose me ritëm pak më të zgjatur, ose me një agjendë që do shfrytëzohet 24 orësh pak më mirë. Konkretisht për shenjën e dashit do të duhet të bëjë një organizim të mirë të agjendës, mbi rivendosje të reja ose mbi vendosje të reja, ose riplanifikime, por që është një 4 ditësh i cili do bëjë të mundur që sot të merret me çështje që përkasin raporteve njerëzore dhe një ditë shumë e mirë që me të cilën do të merret me çështje të punës është e shtuna, pavarësisht se ku do të ndodhen fizikisht dhe ku do të jenë, ndërsa dita e diel çuditërisht shënon fillimin e një periudhe që veç të punës do ta kenë mendjen, por jo vetëm brenda të dielës. Do të fillojnë të bëjmë planifikime shumë afatgjatë, ose do të kenë tendencën që nga e diela në darkë ta kenë mendjen të ngritur për lëvizje apo për udhëtima. Demat, sot është një ditë që agjenda e tyre është vështirë që të kontrollohet ose të përforcohet ose të caktohet siç ata duan dhe u shkon, për arsye të devijimeve që janë të detyruar të bëjnë, por janë devijime për mirë. Qëllimi i kësaj periudhe, duke qenë që dielli është tek ata dhe është në hyrje serioze, do të thosha, si me Plutonin, si me Marsin në momentin që flasim, por që gjithsesi ato vështirësitë e hapave të para do t'i kalojnë totalisht me hënën e re që do kenë të vetja të dielën në darkët, në fakt për të cilën do të flasim pak më gjatë ditën e hënë. Ndërsa për sa i përket ditëve tamam duket sikur dita e sotme ka një tendencë për t'i nisur gjërat, por dëshira për të shkuar deri në fund, për të këmbgulur, duket sikur është pak e minimizuar. Dita e nesërme është një ditë shumë e mirë në agjendën e tyre, por që kam bindjen që vetja, domethënë do të ketë bëjmë më shumë ata sesa me punën, ndërsa ditën e shtunë ka një tendencë për të qenë vetëm dhe është e shtunë e diela në fakt, ose do të preferojnë vende në të cilën të kenë sa më pak zhurma dhe sa më shumë qetësi. Binjakët, tematika qendrore e ditëve ose shqetësimi qendror i ditëve ose diskutimet kanë të bëjnë me lekun në përgjithësi, ndërsa si tendencë nisur nga dita e sotme ose më saktë ka nisur që në ditën e dieshme është shumë e fortë për të qenë për ta gjetur veten të rrethuar me njerëz që ndihen shumë të afërt, jo detyrimisht familjar,
por për dreka, për darka, po në tonacionet të ulta dhe ata, pra jo orët e vona të natës, po duket sikur kanë nevojë për të marrë pak një atë rezatimin diellor ose ato drekat e gjata apo të së gjatura, pa kaluar në ekstremet e veta. Gjithsesi, mjaku do të duhet të jetë disi i kujdesshëm ditën e shtunë në orët e pas dreke dhe në vazhdimsi, duke qenë që dhe hëna është në pothuajse në gradët e fundit të humbjes së vet. Pra, e shtuna në darkë dhe diela paradite do të duhet i gjej të tregojnë pak më shumë kujdes se zakonisht. Gaforia, edhe për gaforen kemi çuditërisht, sot ka energji për të bërë shumë gjëra, nesër nuk do të bëj asgjë, ndërsa pas nesër përsëri futet me vrull çështjeve të punës. Pra, ka një, si duket lodhja e dimrit i bën që të ndjen herë të ndjen shumë fort, shumë energjik, shumë optimist dhe ditën tjetër të zbresin për të ringritur përsëri në maksimumin e optimizmit. Megjithatë, hëna e të dielës do të shkojë jashtëzakonisht shumë sepse është në hyrje shumë të fortë për planifikimet e tyre dhe për nisjet pranverore të tyre. Ndërsa për sa i përket çështjeve të kohës, duket sikur kanë tendencën për të treguar, për të dhënë apo për të shfaqur shumë siguri dhe dashuri apo qëndrueshmëri tek njerëzit që ata duan. Pra tendenca për të treguar më të mirën e emocioneve do të jetë shumë e fortë nisur që pas ditën e ditës së sotme. Kalojmë tek luanët, të cilët kanë Marsin me vete në një hiperaktivitet jo shumë produktiv të lindurit në ditët e para, por që java tjetër do të ndryshojë shumë edhe ritmin, po edhe produktin e prodhimit të punës së tyre, që do të thotë do të përmirësohet, të ndjeshmën do të evoluojë shumë, ndërsa për sa i përket katërdicit janë në lëvizje, por nuk e di nëse do të ndihen kaq produktiv. Pra, vështirë se mblidhen në shtëpi, por produkti edhe për të lindurit e tjerë duket sikur është më tepër në shërbim të mbylljes së detyrimeve që kanë të mbartura nga Marsi te Gaforia. Pra, janë akoma në proces mbylljes çështjes të cilat nuk arritën që të kornizoheshin në muajt më parë, që kanë të bëjnë me punën po flas, ose që kanë të bëjnë edhe me detyrime praktike familjare. Por që gjithsesi është një 4 ditësh që dielli do të mungojë, por njëkohësisht edhe pjesa e projektimit pozitiv, duke qenë që Mërkuri dhe Neptuni tek Dashi në vetvete është një hyrje pozitive, por dhe që u nxit komunikimin. Pra kanë një lloj lehtësimi në mënyrën se si do të komunikojnë, do të ndajnë gjërat e tyre. Pra, rrjedh fjala më bukur në gojën e Luanit. Kalojmë tek Virgjëreshat, të cilët duke qenë që kanë të hyrje, të trefisht, ballë për ballë tyre, kanë bindjen se një pjesë e mirë e tyre do të merren me çështje që kanë të bëjnë me familjen ose me njerëz që ndjen shumë të familiarizuar me ta, në kuptimin më të mirë, në kuptimin më të qëndrueshëm, dhe do të duhet të kenë parasysh që në këtë periudhë vendimet që merren i rezistojnë kohës përgjatë. Pra, Venusi me Saturnin dhe hënën aty, ose në përgjithësi, pavarësisht lodhjes se ezaurimit të durimit që mund të sjellë Saturni në momentin që ne marrim vendime kur vinë koha e vet ose momenti i vet, janë lë pas strukturë, pra nuk është një vendim që mund të ndryshojë lehtësisht, kështu që në çështje që përkasin familjes ose gjërave shumë të rëndësishme të tyre, do të duhet të mendohen 2 herë, jo ta mbyll, ta haj qafe, ta lë pas. Pra do të duhet të mendohen 2 herë, sepse edhe nëse kanë ujdira për të rënë në këto ditë për çështje që përket profesionit, do të duhet të mendohen që nëse do e marrin si vendim, do të jetë përgjatë detyrimi ose obligimi i tyre. Kështu që pak tek një mendim më shumë s'do ishte keq, në fakt para se të thonë pon. Kalojmë te Peshorjet, të cilët Marsi te Luanët i ndihmon në një mënyrë apo në mënyrë tjetër në jo tamam këtë 4 ditësh, por në mënyrën se si e planifikojnë kohën në vijim, në pjesën e karrierës së tyre dhe në pjesën e çështjeve produktive. Edhe pse Peshorja në këtë 3 ditësh, në këtë 4 ditësh kanë bindjen që ka në mendje lëvizjen. Lëvizje për gjatë, lëvizje për shkurt, udhëtime të gjata puna, udhëtime për qef, por në përgjithësi kryefjala
e këti 4-5 ditë që sot zjasi deri ditën e hënë, është lëvizja apo udhëtimi. Dhe mirë do bëjë në fakt, sepse udhëtimet janë jashtëzakonisht shumë të mbara, me përjashtim të ditës së shtunë, që do të duhet të jenë disi të kujdesshëm nëse lëvizin me makinë, sidomos orët e vona të shtunës në darket apo të dielës në darket. Kalojmë tek akrepat, një 4 ditë shumë i mirë, e kanë ndarë mendjen që duan t'i japin drejtim si nga fillimi i gjërave të veta, dhe në fakt ashtu do të ndihen, duket sikur kanë bën një start-up, sikur bën një nisje të re. Pra duket sikur tendenca për t'i vendosur gjërat me një plan të ri është ajo që do të përshkruajë shihen, mendimin, por edhe veprimin e çdo akrepi, edhe pse momenti është për dashurinë, momenti është për shtëpinë, momenti është për sigurinë ekonomike, jo kaq drejt për drejt nisje profesionale, edhe pse këtë kohë po e them sepse pjesa më e madhe akrepave janë në projektime të reja profesionale. Kalojmë tek shigjetarët, më në fund kë fillon periudha e shpërblimit të Saturnit në 4 këndësh tek ata që nga fundi dimrit të vitit që kaloi. Që do të thotë, për shpejtimi kohës, për shpejtimi çështjeve dhe sidomos për gjërat e rëndësishme profesionale, sepse kanë që nga fundi i marsit të 2024-s dhe deri në momentin që flasim, pavarësisht gradëve të diellit të tyre, kanë pasur atë pjesën e shtyrjeve, ngecja apo të një ritmi shumë të ngadalë profesional, nisur nga dita e sotme dhe konkretisht dhe nesër që do bëhet edhe hëna në gradë barabartë me ta, duket sikur ritmi do të përshpejtohet shumë dhe ajo që do kenë si ndjesi një lloj shije më të mirë në raport me sigurinë dhe qëndrueshmërinë e para të çështjeve profesionale dhe e dyta për çështje që përkasin dashurisë, po në raporte që i ka rezistuar, po që i rezistuan përplasjeve të Saturnit, pra në raporte të gjata, jo në raporte të reja. Kalojmë te bricjapët, të cilët edhe për bricjapën duket sikur tendenca për të bërë, po janë tepër lëvizje të vogla ose organizime të vogla brenda territorit të tyre ose shumë afër territorit të tyre, ose takime me miqët e me shok. Pra duket sikur kanë, dhe nëse nuk e kanë në mend, do ta gjejnë veten vërdall me njerëz dhe jo kaq të fokusuar në çështjet të punës. Edhe pse nuk është pozicioni i keq i Marsit dhe Luanët, por nuk është ai që kanë pasur të paktën deri në datën 18 të muajit prill. Pra nuk ka të obligimet e shumta ose lodhjen maksimale që dha Marsi te Kaforia. Kështu që do të ndihen disi më të lehtësuar në agjenda apo në detyrime, ndërsa për sa i përket tematikave në të cilën do të duhet të shmangin ditën e nesërme dhe të shtunën në mëngjes, janë tematika që lidhen eksaktësisht me çështjen e lekut, por gjërat që duan të bëjnë në shërbim të familjes. Do të duhet t'i lënë këto biseda të paktën brenda mureve të shtëpisë, nga e hëna dhe në vazhdimsi. Kalojmë tek ujorët, të cilët dielli akoma nuk ka vajtur tamam në atë hyrjen e Plutonit me Marsin përballë, por që gjithsesi sa më shumë i afrohen fundit të javës, aq më të lehtësuar, aq më optimist dhe aq më ndryshe, ose do të dalin nga kjo shija jo shumë pozitive që kanë pasur në ditët e para të Marsit tek Luanët. Pra, i afrohemi fundit të javës dhe aq më shumë pranverë do të ketë mendime dhe në humorin e tyre. Gjithsesi, për të mbyllur çështje që përkasin ekonomisë apo çështjeve të rëndësishme që përkasin që duan lek, po që përkasin familjes, duket sikur është tendenca e 4-ditësit ose ndërmesa e 4-ditësit. Pra, për të zgjidhur çfarë problematikash që duan një lloj investimi ekonomik në lidhje me shtëpinë e tyre, me njerëzit e tyre apo me familjarët e tyre. Ndërsa për çështjet të profesionit janë me sikletë të vogla vetëm të lindurit në 3-4 ditëshin e parë të shenjës së ujorëve. Kalojmë tek peshqit, të cilët vazhdojnë që të kenë në fakt u ka nisur, do të vazhdoj deri pothuajse ditën e fundit të muajit të prill, që agjenda e tyre të jetë më sociale, jo kaq e ngurë sa që ka qenë deri në datën 18, më hapur, më i qeshur, më i gëzuar, dhe ajo që është e rëndësishme për peshqit është periudhë shumë e mirë për të marrë vendime serioze që do të rezistojnë kohës mbi baza më racionale në lidhje me familjet e tyre. Një pjesë e mirë e tyre ndoshta marrin dhe vendime që i përkasin fejesave, martesave, zgjerimit familjar. Pra peshqit
gradualisht po fillojnë atë periudhën që unë kam thënë që në fillim të vitit, që i prek një verë shumë e bukur emocionalisht. Që është e vërteta, e kanë treguar me komentet e tyre të faktit në YouTube. Në fakt është dhe meritojnë se 2 vite ca me Saturn bollu lodhën. Okej, shkojmë tek pyetjet e publikut, do të vijojmë menjëherë me pyetjen e parë të mbërritur në segmentin e komenteve në YouTube. Është një pyetje e cila lidhet me dashurinë, kemi shumë pak të dhëna, po urojmë të kemi mjaftueshëm sa për të dhënë një përgjigje. 2 i 5 i 97-ës. Dashuria, a martohem këtë vit, është pyetja. Nuk na ka dhënë as vendin e lindjes, as orën. Është informacioni të sunguar, por besoj mjaftueshëm për t'i treguar pak më tepër se çfarë mund të ndodhë në këtë vit. E kemi verën para, koha më ideale, ose të paktën ku dasmat bahen më shpesh. Atëre, nëse e ka bërë në plan dhe i ka marrë vendimet nga viti që kaloi, Urani do t'a lehtësoj totalisht në mes të qershorit. Venusi do të vi tek demat në datën 2 në të gdhirë të datës 3 qershor. Kështu që nëse ke planet të tilla, muajt perfekt janë qershori, koriku dhe gushti. Nëse nuk e ka në plan ose pretendon që të ndodhi nga fati ose do të vi apo jo, kam bindjen që të duhet ta presi si propozim apo diskutim në 6 mujorin e dytë, por me shumë gjasa kam më shumë mbas 7 marsit të vitit që vjen. Mirë, i tek pyetja radhës, kemi të bëjmë me një nën, kam përshtypjen, gjyshe në këtë rast. Yje po ju pyes për nipin tim pasi ka qenë shumë i sëmur për para 2 vitesh. Dilindja ati 29 qershor 1999. Ora lindjes 8:20 e mëngjesit, vendi lindjes Tiranë. Ju dua shumë dhe jam me ju për ditë dhe ne të duam shumë dhe ne jemi me ty për ditë. Presim përgjigje nga Meri Gjini që lidhet drejt për së drejti me këtë merak tëndin që ka të bëjë me shëndetin e nipit tënd. Mirë, i bëjmë të një thirrje gjithë shikuesve, meqense jemi mundësinë të komunikojmë në këto momente me ju. Lini komentin tuaj, siç bëjnë të gjithë komentuesit e tjerë, duke dhënë të dhënat e sakta, vendin e lindjes, orën e lindjes, pyetjen tuaj të artikuluar sakt në videon e fundit, në bisedën e fundit që ne kemi me Meri Gjinin dhe pastaj të enjten e radhës do kemi mundësi të zgjedhim 4 prej tyre. Por i është së vërtetës, meqense sot është e enjte, ju mund të lini komentin tuaj tek videoja së enjtes apo takimi ynë i radhës që është praktikisht ditën e hënit. Gjithmonë jemi shumë vigjilent dhe i hedhim një sy gjitha komenteve që kanë bërritur gjatë ditëve të fundit. Ka një njësi matse dhe ne e përdorim atë opcion her pas here për qenë më pranë jush. Presim përgjigje nga Meri Gjini. Atëherë, tendenca për të pasur brishtësira për sa i përket fizikun ka qenë e fortë në fundin e 2023-shit dhe pjesa e parë e 2024-s, dhe ose duke u lehtësuar në vazhdimsi dhe ka pasur dhe një shije të ngarkuar, do të thosha, në fundin e 2024-s. Jam në pozicionin shumë të lumtur të them që tendenca për fatin e xhunit është jashtëzakonisht shumë e fortë që të jetë totalisht me shumë fatë nga qershori dhe në vazhdimsi, ndërsa për sa i përket çështjeve të fizikut do të jetë një mund edhe të kujtojnë akoma ose mund ta kenë në memorien e tyre akoma dhe për pak kohë, por që jam e bindur që do të harrohet totalisht në vazhdimsi. Ka vendosje shumë të mira me çështjet praktike të tij që në datën 9 të gdhirë datës 10 të qershorit, kur planeti fatit të ti bën një trekëndësh shumë të bukur, por që realisht kjo ndjesi fatit do të vazhdoj shumë fort deri në fundin e 2027-s, kur dhe kjo gjë që shqetësimi që mund keni pasur të harrohet apo të kalojë në histori. Kështu që xhuni ka një tendencë shumë të fortë që sa më shumë i afrohemi qershorit, aq më me fat, dhe duket sikur fati ka tendencën në hartën e tij, por që kur ka lindur të mos ta lëshojë asnjëherë. Pra duket sikur është nga ata fëmijët që edhe atje ku mendohet se mund të rrëzohet, gjithmonë do të ndjej dorën e fatit dhe ta mbaj lart. E ka shumë të bukur hyrjen e hatës së vet apo të diellit të vet, kështu që mos ketë asnjë lloj meraku. Për sa më shumë i afrohemi qershorit, aq më i lumtur do filloj të jetë. Fjalë shumë të bukura për po se ka lindur, duket sikur që në ditët e para, duket sikur planeti fatit ka vendosur të mos ta lëshojë. Sido që të jetë për çfarë lloji drejtimi, se te demat që e ka nuk është se është vetëm në drejtim të fizikut, është edhe në materien e vet, dhe në zhvillimin e vet, dhe në unin e vet, dhe do të jetë një çun që do vi një moment që do të ketë edhe fjalën shumë imponuese në kuptimin e bukur, por edhe
atë zemërgjersin ose imponimin e dashurisë, në kuptimin e bukur të fjalës imponim. Pra ka një rritje shumë të bukur të unit vetë në vazhdimsi. Ikim tek pyetja e tretë. Për sot kemi një djalë nga Peja, i cili na ka dhënë datën e lindjes dhe për fat të mirë edhe orën e lindjes. 19/10/2005 ka lindur në orën 10 të mëngjesit. Pej do të ti për punën nëse do të rritet apo jo në detyrë. Kjo është pyetja e vetme që ka. Kemi të bëjmë me një 20 vjeçar, shumë i vogël, por kur flasim gjithmonë për karrierën dhe rritjen e detyrë, por me objektiva shumë të qartë peshore. 19/10, po. 19/10/2005. Data që ka lindur e pranon të pjesën e tendencë për të qenë shpejt në vijës parë. Tjetë ambicios, do më thënë. Mirë, nisëm duke pyetur për dashurinë dhe martesën, a mund të bëhe një dasmë në të vit? Vijua me njëherë me shëndetin nga gjyshja e cila kishte një pyetje për nipin e saj. Vijojmë tani me një djalë nga Peja, 20 vjeçar, i cili pyet për rritjen në detyrë në këtë vit dhe do të vijojmë në fund fare me një pyetje besoj sërish nga nënat të shqetësuara. Jo, këtë herë me një gocë, një pyetje nga një gocë, e cila pyet për dashurinë dhe raportin që ka. Është një gocë nga Durrësi, e lidhur me një djalë nga Tirana dhe do di se si do ecë shkolla, sepse është shumë e re në moshë dhe është në fazën e studimeve, por nga ana tjetër edhe marrëdhënia në çift. Duket një marrëdhënie serioze për sa kohë do di për vijimin. Gjithsesi do kemi mundësi të artikulojmë më pas. Ky çuni që pyeti për karrierën, mos pyeti gjë edhe për dashurinë? Jo, vetëm me radhë kujti ishte në rritjen detyrë me dashurinë, me sa duket momentin nuk ka që patur. the nga Peja, më njëherë më kujtua kënga Moj Gocë Peja, në Ky djalë ynë Pejan ishte vetëm syt tek rritja në detyrë. Është i ri për këto. Status, po. Meraqe. Mirë, presim përgjigjen nga Meri. Shojmë se çfarë do të na thotë Meri për këtë peshore, 19/10. Në fakt, deri nga mosha 22 e pak do të duhet të marri pak më shtruar ose të mos mërzitet me fatin dhe me veten nëse gjërat që kërkon në çështje të karrierës i vonohen disi, sepse ka një tendencë që ti mësohet pjesa e durimit pavarësisht setrës dhe vlerave, po dhe ambicjeve që ka, kështu që për ta marri pak me qetësi, ka ato luhatit e veta, do të duhet të tregohet pak i maturuar, edhe pse ka zhvillime shumë, po shumë të përshpejtuara, të mëdhaja, të dukshme, që mund që lënë shenjë tek harta e vet në 2027 dhe në vazhdimsi. Ajo që do të duhet të di që nga vjet, diku nga mesi i pranverës së vitit që kaloi dhe në vazhdimsi, tendenca në çështje të karrierës së vet vijnë duke u rritur dhe është një rritje që do të jetë e ndjeshme 22 me 30 vjeç, që prapë shumë herët për të menduar karrierën. Por që planetin e fatit e pas kërkaj në hyrje të drejt për drejt me diellin, ajo që është e sigurt është që s'ka nevojë dhe s'ka arsye përse të shqetësohet, mjafton të ketë të qarta ambicjet e veta, sepse do të rezultojë një çun që është me fat dhe diti bëj smetin fatit të vetë. Mirë, ikim tek pyetja fundit për ditën e sotme, siç thash, kemi të bëjmë një gocë nga Durrësi, ditëlindja së cilës është 26 nëntor 2002. Ora e lindjes 5 të mëngjesit dhe pyetja saj është si do më shkoj shkolla. Dhe nga ana tjetër jam në lidhje me një djalë nga Tirana. Ditëlindja e djalit 19 prill 1994. Pra, me fjalë të tjera. Është pak e vështirë ku bëjnë të dy datëlindje. Po, jeta në çift dhe shkolla. Mirë, me sa mund të 19 prill 1994. Mirë, e nisim me shkollën. Ja, vetëm një sekundë. Dakor. Për të vijuar më pas edhe me dashurinë. Jemi njerëz kompleks, bëm pyetje për shumë çka që na shqetëson Alba për të vërtetë, sepse nganjëherë duhet një problem, një hall në një fazë të caktuar të jetës. Pra, jo dhe shkolla, jo dhe dashuria, jo dhe karriera, jo dhe ardhmja. Nuk e kisha, po e kam të vështirë në këtë moment që të bëj krahasimin e dy harteve për shkak të kohës, po jo. Ne prandaj po të japim kohë, duke komunikuar kështu me publikun, edhe ne marrim pak nga kjo hapësirë televizive me shumë kënaqësi. Ti kishe kombinimin e dy pyetjeve të mia, dashuria dhe pjesa e profesionit, punës, rritjes në karrierë, kombinuara të dyja, po këtë rast po flasim për një çift.
Dhe duhet të shikojmë pak edhe shenjat e tyre respektivisht se çfarë janë. Pra 26 nëntori bie të jetë shigjetar. Vajza ishte 26 nëntor. Shigjetar dhe nga ana tjetër keq ditën e fundit të dashit. Si mund të jetë, japim komerit, si mund të jetë një raport midis një dashit, do na thot pas pak Meri dhe një shigjetar. Në fakt, në varësi të orës së gocës, i ka të gjitha mundësit që të jetë një raport goxha i mirë. Goca ka një tendencë, një inteligjencë emocionale shumë të fortë, kështu që duhet të shfrytëzoj maksimalisht intuitën, perceptimin dhe inteligjencën e vetë, për të ruajtur ato gjërat e veta ka tendencë shumë të fortë për të qenë kontrolluese mirë e territorit dhe emocioneve, nuk është se i mungon fati, ka të pjesën dhe normalisht është normale për moshin që ka të përjetimeve dhe nga ndonjëherë edhe të egzagerimit, por që gjithsesi do ta orientoja që mjafton të ketë vullnet. Nëse ka vullnet për çështje të shkollës, mund të dalë shkëlqyer, por duhet vullnet, se zakonisht i futet me qejf të madh, po lodhet shpejt ose humbet interesin shpejt. Pra këtu bëhet fjalë vetëm për çështje vullneti për të marrë maksimumin. Jo se i mungon gjë nga fati, nga Zoti, nga familja. Pra, duket sikur është e prikosur shumë për të marrë shumë nga jeta. Mjafton të këmbguli dhe të organizoj mirë hapat e vetë. Ndërsa përsa i përket raportit apo në lidhje me këtë çunin, në një mënyrë apo në mënyrë tjetër, goca e di shumë mirë se ku e ka projektuar, nuk është se ka kaluar pak pyetje në pjesën e fundit të 2024-s, por që gjithsesi si harta astrologjike në pozicionin që ndodhet, i ka të gjitha mundësitë që ta gjejnë gjuhën shumë mirë. Me ndryshime kambini ose me disa rregullime ose korrigjime, të cilat do të jenë prezent në çift në stinën e verës. Mirë. Faleminderit shumë. Unë gjithë bisedën edhe sot, por dhe për pyetjet e publikut. Kënaqësi gjithmonë. Ndërkohë, urojmë të shijosh këtë ditë të fundit të javës, i themi dhe publikut njëjtë, shkojmë në një shkëputje publicitare për të kthyer vetëm pas pak me quizin. Bëhemi gati.